kur dikuj i thu, Zoti të dhash bereqet, domethënë automatikisht mendja të shkon tek pasuria edhe tek çështjet materiale. Realisht, bereqeti në pasuri. Bereqeti në pasuri është vetëm një nga shumë bereqete që njeriu mund të posedoj. Madje mund të themi me bindje të plot se bereqeti në pasuri është bereqeti më i parëndësishëm dhe më i pavlerë në raport me bereqete tjera. Në raport me bereqete tjera. Andaj bereqeti më i madh që diku jepet është bereqeti në besim. Pra që ta gjej rrugën e drejtë, ta gjej besimin e vërtetë, ta gjej domon pasimin e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Bereqeti në dituri, bereqet i jashtëzakonshëm, bereqet i madh. Vllajëm sa leptën. Edhe tek e para, tek e dyta, nëse shohim gjëratat e para, qysh në kohën e zbritjes pejgamberit alsam, ardhes së pejgamberit alsam, edhe zbritjes së Kuranit. Edhe shohim se është bereqet i madh për brenda 23 viteve, nëse e paramendon zbritjen e pejgamberit alayhi salatu wasallam nga shpella Hira, kur është obliguar me shpallje dhe e paramendon fundin e sahabeve, domthonë fundin e jetës pejgamberit alajhi 23 vite ku nga një njeri vetëm haxhin lam të mirë domthonë marrën pjesë 120.000 sahabe të cilët i kanë besuar pejgamberit alayhi salatu wasalam, e se rezultati i këtyre viteve pastaj përhapet drita e fesë në secilin cep të botës, bereqet është kjo. Nëse i shohim gjëratat e hershme, ata të cilët kanë jetuar shumë pak, por bereqeti të cilën ata kanë pas në dituri, dijen cilën ata kanë lanë, ka prej tyre ku është e pa imagjinueshme me kohën tonë të paramendohet jeta e shkurtë e tyre dhe produktiviteti i tyre të cilët ata kanë lanë. Qoftë Imam Nevojim, i cili ka vdek kryesisht i ri me jetën e tij dhe është bën një lloj studimi i veprave të cilat ai ka lanë. Edhe kohët që ai kanë jetu, kanë thonë për kohën që ai ka jetu, duhet disa shkrues, jo një, po disa shkrues me i shkru veprat të cilat ai ka shkru. Ku është jeta ti, ku është mësimi ti, ku është bereqeti. Qashtu Hafidh al-Hakimi, cili ka vdek shumë i ri, por kalon një trashëgimi të jashtëzakonshme e kështu me radhë. Pra bereqeti në fe, bereqeti në dije, është bereqeti i jashtëzakonshëm. Bereqeti në familje. Bereqeti në familje është bereqet i neglizhuar, bereqet i domethënë cilin njerëzit madje nuk rrallë herë e mendojnë apo kupton. Dikush ndoshta një fëmijë ka, po ka fëmijë të hajrit, jashtë hajrit, jo vetëm familja, po jashtë hajrit një umet. Dikush 7-8 fëmijë, 10 fëmijë apo veç sherrën jashtë secila veç dami ban apo secilit. Bereqet është sa ka për njerëzve të cilët nuk kanë ndoshta ndonjë të arritur të madhe, ama janë familje të lumtura, janë familje të qeta, janë familje ku vizotron mirëkuptimi, harmonia, dashnia, respekti e kështu me radhë.